studimit të arteve ka pas për gjatë vitit 2024. Dëshoj të them dy fjalë si konsideratat përgjithshme rreth jo vetëm punës tonë, por edhe këtij maketi që prezantojmë sot, që quhet Vjetari Artistik Shqiptar. Ne që me rikërimin, që me rinërtimin e qendrës së studimeve e pam të nevojshme që të krijojmë një databazë me të gjitha eventet e artit kultivuar shqiptar në mënyrë që të përcaktojmë kësaj objektin tonë të punës. Pra, s'do mund të kishim një objekt të përcaktuar pune nëse nuk do arrinim të sistemonim në mënyrë të paktën kronologjike çfarë ka ndodhur në të gjitha artet shqiptare, duke filluar nga artet pamore, si më shumë tradit, me teatrin, me kineman, me muzikën e kështu me radhë. Dhe kësaj kemi dizenju një grup prioritetesh të qendrës, të cilat kishim u përfshi në 5 pika kryesore. Pika e parë është pra krijimi i bashit, po e quajmë me iniciale Vjetari Artistik Shqiptar. E dyta, një punë në vijim që është Qendra e Dokumentacionit Artistik, që ka lidhje kryekput me kërkimin e parë. E treta është bibliografia retrospektive e studimeve mbi artin shqiptar, e cila punë që ka nisë si vjet, dhe shpresojmë që të paktën në nivel libror ta mbyllim brenda këtij viti, ndoshta edhe do hyjmë në 2026-ën. Hajde, urdhoni. Pika 4 do të konsistote në enciklopedinë e artit shqiptar dhe në pika 5 në historitë specifike të arteve në formën e kristomacive dhe të teksteve bazike. Gjithë e dim që arkivat kanë një rëndësi të jashtëzakonshme për rujtjen e historisë, kulturës dhe identitetit kombëtar, duke përfshirë këtu edhe arkivat e institucioneve artistike. Në kohën tonë, këto arkiva do shërbejnë si një burim i pazëvendësueshëm për studime, për dokumentim dhe krijimin e lidhjeve nëpërmjet së shkuarës, së tashmes edhe së ardhmes. Arkivat dokumentojnë ngjarjet, vendimet dhe zhvillimet kryesore që kanë ndodhur në një vend. Ato janë të vetmet institucione që sigurojnë prova dhe referenca për studius, historian dhe qytetar. Dokumentet arkivore ndihmojnë në rujtjen e një kulture të llogaridhënies nga brezi në brez, duke siguruar që institucionet dhe individët të jenë të përgjegjshëm për veprimet e veta. Arkivat përmbajnë materialet që mund të përdoren për edukim, kërkime akademike dhe artistike. Ato janë baza për të kuptuar evolucionin shoqëror, ekonomik dhe kulturor. Ne fatkeqësisht po jetojmë periudhën më të errët, më të keqe të menaxhimit të arkivave, duke rënë mas asaj çfarë ndodh brenda ditës, mas një shoqërie konsumiste, materialiste, ka një mos kujdes të veçantë ndaj shkuarës. Dhe këtu më duhet t'ju kujtoj atë fjalën e famshme të Primo Levit që thotë se gjithë ato që e harrojnë të shkuarën janë të shtrënguar ta jetojnë atë një ditë. Kështu që nëse s'duam ta jetojmë të shkuarën, duhet ta thjesht ta ruajmë, ta konservojmë edhe na bëhet historia maestra vitae. Institucionet artistike si teatro, opera, galeria arti, ansamble folklorike apo qendra kulturore shpesh kanë një rol të dyfisht, krijimin dhe rujtjen e artit, dhe arkivat e tyre janë jetike për shumë arsye. Arkivat e këtyre institucioneve ruajnë dorëshkrime, skenar, skica, regjistrime audiovizuale, materiale të tjera që tregojnë procesin krijues të artistëve. Kjo është thelbësore për të kuptuar se si artet zhvillohen dhe përshtaten një kohe dhe epoke të caktuar. Për shembull, regjistrimet e shfaqjeve teatrore, koncerteve apo ekspozitave janë mënyra vetme për të ruajtur përjetimet artistike që përndryshe do të humasin mas çdo realizimi. Arkivat ofrojnë një pasuri të madhe materialesh që mund të frymëzojnë artistët dhe krijuesit e ri. Ato mund të studiojnë dhe ripërpunojnë ide të vjetra në kontekste të reja. Me avancimin e teknologjisë, arkivat duhet të transformohen në formë digjitale, duke u bërë më të aksesueshme për publikun dhe studiuesit. Institucionet artistike kanë nisë të digjitalizojnë koleksionet e tyre për të mbrojtur dokumentet nga dëmtimi fizik, për t'i bërë ato të arritshme për një audiencë globale.
Kjo rrit neshëm mundësinë e ndërveprimit me materiale që përndryshe do të ishin të kufizuara. Pra arkivat e institucioneve artistike si përfundim janë jo vetëm një kujtesë historike dhe një burim edukativ, por edhe një urë që lidh gjeneratat përmes një trashëgimie të pasur dhe frymëzuese artistike. Tashti për të mos u zat, kjo ishte një statement, një introdukt të shkurtër e punës tonë. Unë dëshiroj të ftoj këtu autorët kryesor të këtij vjetari, Angela Cikopanën, Jonida Gashin, Agron Mesin, edhe Durim Taçin si editorin e librit, për t'ia lënë atyre fjalën dhe ju në një dialog që shpresoj të jetë i frutshëm dhe i shëndetshëm, veçanërisht për të ardhmen e këtij aksioni. Faleminderit. Përshëndetje, e kemi video në sfond? Okej. Ndjes, vetëm një sekond. Okej, tani, okej. Desha në fakt të vë video në sfond për një arsye praktike. Çfarë është vjetari në thelb? Në fakt vjetari është një punë e përbashkët e departamentit, ku secili nga kërkuesit në fushën e vet është përpjekur të dokumentojë në mënyrë kronologjike ngjarjet artistike që kanë ndodhur që nga fillimi i tyre e deri më sot. Një punë që ne, secili prej nesh ka menduar gjithmonë që duhet kishte ekzistuar, edhe që kur nuk na e pat marrë mendja që do të na binte ne në pjesë, në fakt ta sillnim në ekzistencë. Një punë shumë e madhe, shumë e mundimshme, po e domosdoshme në këtë pikë, që duhet ishte bërë shumë më herët. Përpara në video dolën disa ikona, pasi vjetari është i ndarë në kategori: fotografi, pikturë, skulpturë, media e përzierë, mix media, kinema, dokumentar, kinozhurnale, filmat animuar, opera, balet, muzik, teatr, festivale, konkurse dhe veprimtari të përziera, vepra arkitekturore, studime mbi artin, kategori ndërdisiplinore dhe personalitete. Siç e shikoni, janë një sër kategorish që mbulohen nga vjetari. Kemi mungesa të mëdha, pikat e referencës gur bëhet mur bëhet kalaja, ne jemi ata që po ngrem muret, po natyrisht që kemi nevojë për gurët. Gurët i kemi gjetur një pjesë në monografi, një pjesë në shtyp, një pjesë në arkiva. Mirë, po kjo na sjell edhe në një pikë për të vënë re se në ç'gjendje janë arkivat artistike. Në një gjendje të mirueshme fatkeqësisht, të paktën shumica e tyre. Nuk është një problem i ri, jo më larg se pardje rastisa një artikull ku në 78-ën Violeta Manushi e ngrinte si problem përballë ishulldesit Enver Hoxha dhe Ramiz Alis, ishulldesit komunist, ku thoshte që arkivat e teatrit nuk janë siç duhet, Gjon Karma bën sa mundet, po duhet të gjithë jemi pjesë e këtyre mbushjes arkivave. Dhe në fakt, unë sot personalisht, po dhe gjithë të tjerët nga ne, për këtë arsye kemi bërë një ftesë të sa më shumë artistëve, njerëzve që janë dashamirës të artit, drejtuesve të institucioneve kulturore dhe artistike. Ne patëm ftuar edhe nga ministritë, nga Ministria e Kulturës, nga Ministria e Pushtetit Vendor, nga Ministria e Arsimit, me qëllimin që të bëjmë kërkesën për të nisur mbase një projekt madhor mbarkombëtar për rivitalizimin e arkivave. Që do të thotë, në radhë të parë nëpër Pushteti Qendror dhe Pushteti Vendor, në varësitë ku varen institucionet artistike, apo ato që varen nga Ministria e Arsimit, siç është Universiteti i Arteve, apo shkollat artistike, në radhë të parë të hapin vendet e punës arkivues. Ekzistojnë disa, një pjesë e mirë nuk i kanë. Ka një arsye pse duhen vendet e punës arkivues, sepse një arkivues, dhe këtu pastaj hyn në lojë Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave, ka nevojë që të trajnohet, të ndiqet, të kontrollohet nga ata që janë specialistët e arkivave. Më pas, kështu komuniteti artistik krijon besimin që ka ardhur koha për të kthyer materiale që kanë në shtëpi pranë arkivave. Qofshin këto kopje, qofshin në një formë që të mund të digitalizojnë arkivat, po ajo që duhet të ngrem të parën është institucioni i arkivave. Ne kemi bërë një sër, unë personalisht kam bërë një sër takimesh në lidhje me arkivat e teatrit, në Elbasan, në Fier dhe në Vlorë, edhe në fakt dua të bëj edhe në komunitetet e tjera artistike,
për t'i ndërgjegjësuar artistët që për sa kohë materialet që ata kanë mbi shfaqjet e tyre, mbi jetën e tyre artistike, rrinë në shtëpitë e tyre, asnjëri nga kërkuesit nuk mund të di që ata ekzistojnë publikisht. Ka ardhur koha që pas shkatrimit të 97-s, pas çuarjes së materialeve në shtëpi për t'i shpëtuar, pas dëmtimit të dosjeve të njëri tjetrit, le të themi që ka qenë dhe kjo, pas pakujdesisë për të që është treguar ndaj arkivave, të mos themi më bobo çfarë u ka ndodhur arkivave, bobo nuk i kemi mirë, është puna të ngrihemi edhe t'i rikthejmë në gjendjen e tyre më të mirë. Nëse fitohet besimi ndaj institucionit arkivor, që të gjithë do duan të çojnë një kopje pastaj të materialeve të tyre në arkiv, që të gjithë do duan të jenë në kujtesën tonë kolektive. Kështu që mendoj që është koha është e domosdoshëm në këtë çast që ne të fillojmë dhe të marrim masa konkret në këtë drejtim. Çfarë na e provon këtë? Na e provon rasti kur ka një pozicion puna arkivist të paktën në teatrot. Teatri i Shkodrës, Zoti Astrid Fani, që është me pozicionin arkivist, është një nga arkivat më të mira të ruajtura në Shqipëri. Edhe ka një praktikë shumë të mirë të ruajtjes, cila është, sipas meje, cila është nevoja që ka tani të digitalizohet. Arkiva e Elbasanit ka gjithashtu të njëjtat problematika. Arkiva e Vlorës, Alba më lutet që t'i çojmë njerëz nga drejtoria e arkivave për ta mësuar se si bëhet kjo punë, sepse Alba është dhe PR edhe arkiviste. Tursi ka filluar t'i digitalizojë arkivat. Juli ka ngritur besim ashtu si dhe Astriti që t'i çojnë artistët materialet e tyre nga shtëpia për t'i çuar në arkivën e teatrit. Ajo që unë them që do të ndihmoj vjetarin në radhë parë, pra do të ndihmoj këtë kujtesë të përbashkët kolektive mbi veprat artistike në Shqipëri, është pikërisht hapi i parë rivitalizimi i arkivave. Pastaj vim ne që vim të ndihmojmë komunitetin për ta ndërgjegjësuar në mënyrë që të kthejmë materialet në arkiva, edhe e dyta, të përpiqemi të ngrem kalan, që pavarësisht se kush e ka në dorë e shikon që është 300 e ca faqe, nuk është akoma as 1/5, 1/6 e punës. Faleminderit, tani nëse ka dikush diçka tjetër për të thënë ose ne presim pyetje dhe diskutime dhe ndoshta po shtoj unë diçka të shkurtër. Në rastin më të mirë mendoj që përtej qëllimit për të rijetëzuar arkivat, praktikat arkivore, rikthimin e materialeve nëpër arkiva, mendoj që në rastin më të mirë ajo që vjetari artistik i ofron lexuesit, një lexuesit përgjithshëm, por edhe një lexuesi që vjen të specializuar, pra që vjen nga bota akademike, është një pasqyrë e jetës artistike dhe kulturore në vend, në një moment të caktuar, në çdo moment të caktuar, në çdo vit të caktuar, le të themi. Mendoj që kjo është më e vlefshme, më e dobishme, më e rëndësishme nga ç'mund të duket në pamje të parë, pasi për një sër arsyesh ka pasur një lloj tendence që studimet mbi gjinit ose disiplinat e ndryshme të arteve të ndjekin rrugën e tyre. Nuk ka pasi traditë të studimeve ndërdisiplinore, me një fjalë, të ndjekin rrugën e tyre. Në fakt asnjë gjë nuk do në një vakum, asgjë nuk do në mënyrë të pavarur dhe gjithmonë ka mbivendosje midis disiplinave dhe gjinive të ndryshme të artit dhe në një mënyrë mjaft të thjeshtë mendoj që vjetari e nxjerr në pah. E nxjerr në pah këtë gjë. Reflekton pra efektin e politikave madhore, sigurisht pjesa më të madhe e ZPR-ta socialiste, po e reflekton efektin e politikave madhore, bie fjala për krijimin e rrjeteve të teatrove apo të kinemave në vend dhe pasojat që ato patën realisht nga pikpamja e rritjes së prodhimit artistik dhe të pasurimit të jetës kulturore në vend. Kështu që mendoj që kjo është mjaft e dobishme, mjaft interesante. Unë jam një person që punon në kryqëzimin, le të themi, midis imazhit lëvizës dhe arteve pamore, le të themi, arteve të bukura. Mendoj që nga pikpamja e imazhit lëvizës, domethënë nga pikpamja e kinemas, se kemi patur punën pak më të lehtë, duke qenë se prodhimi i filmave ka ndodhur në mënyrë të centralizuar, pra nuk është nuk në kundërshtim me bie fjala shfaqje teatrore apo ekspozitat që
organizoheshin në mënyrë lokale, të decentralizuar, filmat i prodhonte Kinostudio Shqipëria e Re dhe kaq. Ishte më e thjeshtë, por nga ana e arteve pamore, mendoj që këtë vit do kemi goxha punë për të sjell historia e ekspozitave, më saktë do kemi goxha punë për të sjell materiale të reja që besoj të jenë me shumë interes për studiuesi, duke qenë se po fjalë ne kemi diskutuar me njëri tjetrin, si është po bëjmë këto debate, po bëjmë pak publike tash. Ngjarje evente kulturore që kanë ndodhur dhe që janë reflektuar kryesisht në shtypin e kohës të specializuar ose shtypin e përgjithshëm, do tentojmë të integrojmë edhe ato si vjet ose një pjesë paktën, do fillojmë të integrojmë në vjetar. Mendoj që këto janë realisht me interes për studiuesit, sepse për të çuar dhe studimet e artit shqiptar pak a shumë më afër me studimet që po ndodhin jashtë Shqipërisë, domethënë me tendenca si nga pikpamja e historive të ekspozitave e kështu me radhë. Mendoj që është një projekt që ka potencial për dhe ndoshta ajo që e bën atë veçanërisht tërheqës është siç thash, është një projekt i cili është tërheqës sa për një publik të përgjithshëm, aq edhe për një publik të specializuar, që zakonisht akademitë të shkencave nuk shquhen për prodhimin e këtyre lloj produktesh që janë tërheqëse për gjitha palët, kështu që mendoj që ky është një ndër ato projekte. Faleminderit. Vetëm shkurtimisht për se t'ju alu fjalën juve, e ceku Jonida në fakt Kinostudio e ka shumë të fokusuar prodhimin, po një nga gjërat që unë kam vëre të paktën në lidhje me teatrin, po dhe me artet pamore, është që na bien poshtë legjendat edhe fal vjetarit jemi në gjendje të konsiderojmë fakte. Nga fillimi i teatrit edhe deri në 45-ën shohim një lëvizje 30 ca vjeçare teatrore, diku me rënje në varësi të luftave dhe diku me një ngritje shumë të fuqishme. Gjë që do të thotë është në gjendje në fal vjetarit tani mund të shohim dinamika të qarta, edhe në artet pamore, edhe në muzikë, në të gjitha fushat tani mund të shohim se si kanë qenë dinamikat. Mendojmë që kemi vetëm një periudhë në blok që është periudha e 45 viteve të komunizmit, e cila është lehtësisht e studiueshme sepse është më e qartë. Në fakt vjetari tani bën të qartë edhe të gjitha ngjarjet e tjera, dhe ato para 45-s, edhe këto pas 45-s. Në momentin që mbledhen se janë edhe 30 vjet të tjera pas 45-s. Kështu që krijohen 3 bloqe madhore për të parë në fakt se si ka lëvizur arti në përgjithësi në Shqipëri. Unë do doja, më falni se nga që jam nga teatri, po kushdo tjetër mund të flasi, po do doja të dëgjoja pak problematikat, unë personalisht e kam dëgjuar, po do doja që të gjithë bashkë të dëgjonin pak problematikat dhe gjendjen e Teatrit Shkodrës, kemi Astritin nga Shkodra, të Teatrit Elbasanit, kemi Zhanetën dhe Fetaun që ka një pasion të madh në fakt për të gërmuar si shtypin, si arkivat. Të dëgjojmë pak Albën nga Teatri Vlorës. Do kisha dëshirë që të dëgjoj ato që janë problematikat e institucioneve vetë nga goja e tyre se unë i di, po është e mundur një mikrofon? Apo Astrida, do vini këtu në radhë, lëre se vinë këtu kella. Po, pat. Quam Astrid Fane, jam arkivisti i Teatrit Mexheni. E kam gjurmuar këtë punë para afro 10 vitesh me dëshiren time edhe me përgjithsinë qytetare, sepse Arkiva e Teatrit Mexheni ka qenë shumë e pasur dhe është faktikisht e pasur, duke kaluar edhe këtë periudhën e tranzicionit e cila është godit shumë, është marrë shumë materiale nga, siç ta edhe Zoja, nga aktorët e tjerë dhe është dëmtuar, por ajo arkiv është merit e një personit, e një aktorit, që ishte një ndër 8 aktorët e parë të Teatrit Mexheni të vitit 1949, Paulin Lacaj. Pra është fat për Shkodrën, për Teatrin Mexheni, që një person i tillë, i cili më përpara kishte qenë aktivist dhe antar i shoqatave kulturore artistike para viteve 45 në Shkodër, por njëkohësisht ka punuar dhe arkivist.
Dhe atë punë e ka fillu pra Arkiva e Shkodrës, daton që nga viti 1950 me premierën e parë që është dhënë në majt vitit 1950. Por fal dëshurisë të këtij personazhi, materialet në Arkivën e Shkodrës ka edhe para viteve 45, të cilat na tregojnë qartë në një farë mënyre të pak të vakt aktivitetin e shoqatave kulturore artistike që ka qenë shumë e madhe në numër, që nga daton premiera e parë në vitin 1878, por sidomos në fillim të viteve 1900, ku shoqatat kulturore artistike në Shkodër kanë qenë të shumta. Falë këtij personi i cili doli në pension vitin 1975, dhe më vonë kemi një ramë si mungesë dëshire për majtjen dhe mungesë vëmendje për me majt arkiven në Shkodrës. Paulin Daca ishte një shembull, me që dha shembullin e të madhes Vileta Manushi për thirrje për arkiven, mbas dokumentave që ka në Arkivën e Shkodrës, Paulin Daca ishte marrë shembull edhe nga teatrat të tjerë të Shqipërisë për mënyrën e dokumentacionit. T'ju them të vërtetën, unë nuk kam bë asgjë, por kam bë një copy-paste së punës së tij, sepse unë nuk jam arkivist i specializuar. Dhe thirrja e ime është edhe për të gjithë të tjerët që ne duhet të na ndihmojë dikush. Një politikë bërje, sidomos e pushtetit lokal, me që ne jeni në bardhësi të pushtetit lokal, dhe pushteti lokal është kry 4 vite është ndrojnë personazhet, ndrojnë drejtuesit, ndrojnë politikë bërja, dhe nuk është e fokusuar dhe është një ndër pikat e fundit, siç dihet arti edhe aq më tepër arkivat. Unë kam bërë një copy-paste dhe du me e mbyll këtu në një nga dhomat e punës sime që është dhoma e ertë. Unë kam gjetë një fotografi të Paulin Lacit, i cili është duke interpretuar me gisht dhe e kam vendosur në përballë derës. Sa herë që e hapi atë derë, unë e shoh atë foto me në tekstin që më bën thirrje ama në të punën që kam nisë. Kjo është motoja ime e punës si qytetar dhe si lëshëmierës dhe si njeri i artit. Edhe qytetari i qytetit të Shkodrës, sepse tradita, jo vetëm në kulturë, por edhe të gjitha fushat tjera të Shkodrës, në pikën që kemi ardhur sot, në interesin që ka politikë bërja, nuk është ashtu si duhet. Thirrja unë përshëndes iniciativën tuaj, e cila është ndoshta një gur të ndërlidhjes së institucionale për me dhënë vlerë historisë e artit në jo vetëm Shkodër, që më përket vetëm mua, s'po bëhem lokalist, por e gjithë Shqipërisë. Faleminderit. Jam Zhaneta Ruçaj, menaxher e produksionit teatrin Skapa edhe shef e sektorit njëkohësisht. Radh parë du të përgëzoj për këtë punë kaq të madhe që keni bërë. Nuk e bërë dhe ne pjesë e kësaj pune, pjesë e vogël, sepse për sa i përket historikut të teatrit, të estradës, të qytetit të Elbasanit, është një thesar më vete. Edhe duhet një punë shumë e përqendruar, domethënë edhe ishte një ide shumë e mirë krijimi i arkivave, i vendit punës në arkiva, sepse kam vënë re, domethënë që kjo punë flas për Elbasanin konkretisht. Kam 10 vjet domethënë që e kërkoja me sistemimin, domethënë detyra ime dhe motoja ime kryesore ka qenë sistemimi i arkivës, sepse ka qenë një gjendje për të ardhur keq. Edhe duke qenë se jam lindur, jam 10 metra larg atij teatrit, edhe tani punoj, më dhëm çdo gjë, edhe një gur dhe një tull. Edhe mbas kërkesave të vazhdueshme, më është dashur vjet kam arritur ta përmbledh të arkiv, kam bërë mendoj një punë goxha të mirë, sepse e kam sistemuar. Kam sistemuar veprat artistike,
kam sistemuar fotot, duke përshtatur veprave në kohë, në data, me dosjet veçanta, të gjithë këtë e kam bërë në mënyrë private me shpenzimet e mia dhe për këtë ndjej shumë kënaqësi sepse kur shikoj punën e bërë, unë kërkesa ime është që nëse ne do të arrijmë të krijojmë një grup pune, kam nevoja imediate si institucion për një kompjuter të mirë për këtë punë, për një skaner, për një hard disk me memorie, po, edhe e fundit përburime njerëzore, kuptohet kundrejtë e pagesës, sepse do t'ju bëjmë thirrje aktorëve, çfarë disponojnë etj, por do t'i bëjmë njerëzit, domethënë. Kjo ishte, domethënë. Unë vjet kam botuar dhe një libër, domethënë ja kam kushtuar Femës Elbasanase, kryesisht asaj aktore, dhe kam titulluar Yjet e skenës elbasanase, dhe kam prek një periudhë historike 62-90. Atje domethënë i kam prekur të gjitha aktoret femra, edhe ato që kanë luajtur dhe një rol të vetëm, sepse kanë bërë revolucion në vitet 62, 63, kanë bërë revolucion për kohën, për epokën, për arsye të ndryshme janë detyruar të lënë skenën ose mund të kenë kaluar në sektor tjerë, siç ka qenë koha. Edhe nëpërmjet këtij libri kam prekur çdo aktor, sepse e kam shoqëruar dhe me foto. Edhe mendoj që do jetë për arkivat do jetë goxha i domosdoshëm. Prandaj e preka dhe pak më shpejt. Këto kisha domethënë për sa i përket arkivës, domethënë. Këto kërkesat i kam shumë imediate, të gjithë së bashku. Elbasani ka, domethënë, në arkivën e Elbasanit ka aq shumë gjëra, saqë kur i prek i lidh ato, jo i prek. Domethënë kam bërë kërkesë vazhdueshme në mënyrë private, duke të bëj një muze për teatrin, duke trokitur nëpër biznese, por kuptohet që gjithmonë bie në vesh të shurdhët. Edhe këtë e kam bërë, domethënë kam bërë një ekspozitë në zyrën time, kam evidentuar gjithë aktorët për të mos t'i lënë në plurin e arresës. Ju faleminderit. Përshëndetje, dëshiroj të them dy fjalë, besoj kam edhe konsensusin e kryetarit akademisë për ta përshëndetur këtë aktivitet të qendrës, në mënyrë të veçantë idenë e promovimit të një botimi kushtuar, le të themi, vjetarit artistik shqiptar. Ajo që është me interes për publikun të cilët e njohin pak ose as pak veprimtarin e Akademisë Shkencave, do dëshiroj të them që këto gjëra do të ishin të pamundura. Në rast se vetë Akademia e Shkencave nuk do të ishte nënshtruar një reformim institucional para 4-5 vitesh, reformim që solli jo vetëm standardet më të mira dhe më të gjithë pranuara për mënyrën se si organizohet një akademi e shkencash e hapur tashmë dhe me institute ndryshe nga më përpara, por në mënyrë të veçantë për vëmendjen që i kushtuam në fazën e parë të rikonceptimit dhe të ardhjes së instituteve të albanologjisë dhe krijimit të kësaj qendre të re të studimit të arteve, që siç e ka thënë edhe Stefani në një intervistë para do kohe, vërtet ka një histori të një bërthame të studimit të arteve, por që kishte nevojë të rikapet edhe një herë si një institucion shumë serioz dhe normalisht që i tillë është. Ne vjetarin e çmojmë shumë në pikpamje të jo thjesht të botimit, por se sa të faktit që orienton një linjë kryesore të qendrës së studimit të arteve në studimet e saj, pra nuk është më një, si thot Vaso, një institucion i cili punon në forma shumë sektoriale, shumë të vogla, shumë private, por ka një orientim qendror i cili ndërthur në vetvete, siç u tha, me të drejtë të gjitha fushat e disiplinat e artit. Kjo është e para. E dyta, dëshiroj të pohoj atë që ju thatë, që kjo është një çështje që do kërkoj që ashtu siç është hapur akademia me institutet dhe me qendrat dhe njësitë e përkohshme, do të hapen ju tashmë me institucionet kulturore dhe artistike të vendit. E thatë me të drejtë që nga një research i parë që bët
pat që ka shumë informacion, por njëkohësisht ka edhe shumë problematika për mënyrën se si organizohet dhe si ruhet trashëgimia artistike, jo thjesht në Shqipëri, po dhe më gjerë se aq. Dhe nga ana tjetër, besoj që ju për këtë nismë do të keni në radh parë mbështetjen e Kryesisë së Akademisë së Shkencave, sepse kjo është një gjë që do kërkojë një financim me kalimin e viteve, sepse duket që është fillimi, po nga ana tjetër edhe të Komisionit të Arteve, të cilin unë e drejtoj, dhe më lëroni thjesht të them dy fjalë për komisionin, pasi komisioni ose komisionet e përreshme në Akademinë e Shkencave janë pika ku puqet akademizmi brenda Akademisë së Shkencave me botën akademike jashtë Akademisë së Shkencave. Dhe në komision ne kemi të përfaqësuar autoritetet të rëndësishme të artit, njëkohësisht edhe përfaqësues të institucioneve të tjera në nivel drejtimi të vendit, të cilët jam i bindur edhe për shkak të statusit që kanë si antar komisioni, po edhe për faktin që e lexojnë tashmë se sa e hapur është Akademia e Shkencave, do të japin kontributin e tyre që të paktën arkivat e institucioneve të Tiranës të fillojnë ndër të parat për ta ulëmtuar këtë gjë. Edhe një herë, siç e thash, në emër të kryesisë ju uroj suksese në këtë nismë dhe me shpresën që vjetari të jetë një enciklopedi e fushës së arteve dhe jo thjesht kështu në botim hard copy, po ta kemi dhe online në mënyrë që publiku i çmësuar për vërtetës me të reja nga fusha e arte ose ka shumë pak, të shikoj se sa e larmishme ka qenë të paktën këto 100 vitet e fundit veprimtaria në fushën e krijimtarisë artistike, muzikore dhe kështu me radhë. Faleminderit. Në fakt, sepse profesor Vaso ma kujtoi, unë e harrova gjatë kohës që fola, synimi i ardhshëm i vjetarit, përveç se plotësimi me shumë zëra që mungojnë, është krijimi i një faqeje të stilit Wikipedia, që kushdo, natyrisht me redaktor, të cilët e filtrojnë materialin, po që kushdo të mund të kontribuojë, duke dhënë data të shfaqjeve të tyre, të pikturave, të koncerteve, etj. Domethënë punime në mënyrë që i gjithë komuniteti artistik të bëhet pjesë e vjetarit, se në fund fundit është trashëgimia jone e përbashkët artistike. Fjala për ju, nëse do të flasit dikush, kemi mikrofonin ose mund të vini këtu. Së pari duhet ju falenderoj për të nismën, me konsensin që asnjë gjë s'bëhet e madhe nëse nuk është një nevojë. Kjo është një nismë dhe një realitet i cili vjen për mua pak i vonuar, të ishin më shpejt më përpara. Unë quhem Ardim Janina, jam studius arti dhe pothuajse po mbushet gati gjysmë shekulli që merren me artet vizive, me artistët dhe me veprat e tyre. Pothuajse nuk kanë lënë studio piktore dhe skulptore që se kam vizituar, nuk kam mbajtur shënime, nuk kam intervistuar. Dhe kam mbledhur një material që shkon gati 9.000 faqe kompjuterike. Por këto po i them jo për të thënë se çka kam bërë unë, po për të rregju vëmendjen për një fenomen që ka ndodhur në artet vizive, që janë artet më të goditura mas viteve 90. Ne kemi shkatërim të studiove. Këtu në hyrje të akademisë unë shikoj një pur poste që kushtohet akademikut dhe skulptorit të madh, babait të skulpturës shqiptare Odisej Paskali. Odisej Paskali ka pas një studio model. Ose ata që se din, ka qenë pas radio televizorit, me të gjitha veprat e tij, me të gjitha maketat e tij, me të gjitha bosetet e tij, me të gjitha fotografitë që kishte, ju grabit, ju vlog, ju shkatrua dhe familja u detyruar ta shesin. Përfitoj nga rasti me që se zoti Skënderë shtu, e rruga është Partia Socialdemokrate është ndërtesa e dytë e Galerisë së Arteve Shqiptare. Një ndërtesë që sot e kësaj dite ka akoma në hyrje të saj një relief ku shkruhet këtu ka qenë Partia Socialdemokrate. Përpara Partisë Socialdemokrate ka qenë Galeria e Arteve. Ai është një ndërtesë, një vil jashtëzakonisht e bukur, e ndërtuar në një kohë të saktuar, e cila duhet të ruhet, nësa sot është e mbullur komplet nga ferat. Po shkon drejt një shkatërimi për të bërë një pallat. Ju folët për teatrin. Unë do ju thoja që
shumë aktor në shtëpitë e tyre, ashtu si shumë skulptor, ashtu si shumë piktor, kanë një arshiv të jashtëzakonshme me punime dhe me veprat e tyre. Por çfarë ndodh? Në kohën që vdes dhe ikën nga ky jetë, artisti me njëherë trashëgimia e tyre ndahet nëpërmjet fëmijëve. Studiot që janë dhënë atë kohë janë dhënë me qëllimin për të kthyer në studio muze. Por ne shikojmë që shumë studio nga trashëgimitarët e familjare po shiten dhe po tjetërsohen. Kjo nuk duhet lejuar dhe duhet ndaluar me ligj. Akademia e ka këtë detyrë për të tregur vëmendje dhe për ta ndaluar këtë gjë. Nga ana tjetër, ne ngrem shumë monumente. Shumë monumente. Dhe në përgjithësi monumente i kushtojnë figurave, më shumë janë luftëtarë me pushk, ish në një krah e vinë në krahun tjetër dhe po është njëjta pamje, e njëjta fizionomi, e njëjti trajtim. Por ne kemi personalitete të fushave nga më të ndryshme. Kemi poetë të mëdhenj, që si kemi kushtuar vepra arti, kemi skulptor, kemi piktor, të cilët meritojnë, kemi balet maestro, kemi këngëtar, të cilët sheshet, parqet, turistët tona nuk e kanë. Ne kemi shtëpi të artistë. Tirana ka një pjesë më të dërmuese të artistëve më të shkruar shqiptar. Rallin ata që kanë një plak për kujtimore dhe shumica kanë një shkrim të thjeshtë që shkruhet këtu ka banuar X shkrimtar ose X poet ose X artist. Të rallin ata që kanë si që ka Dimitur Qytërigi, Keruka Elbasani, një relief me një profil të portretit të tij. Kjo duhet të bëhet detyrim që të gjitha këto të kthehen në shtëpi muze. Në Tiranë ndodhe shkolla e parë e vizatimit. Është një shtëpi private, Rruga Myslimqyri, e cila shapu në vitin 1931. Është institucioni i parë artistik i arteve vizive në Shqipëri. Gjëja më e pakët që mund të bëhet, meqenëse është shtëpi private dhe ai e ruan dhe ndoshta dhe seje. Por të vihet një plak që ka një shtëpia ka një vlerë të dyfisht, jo vetëm që është shkolla e parë e vizatimit, që është institucioni i parë kulturor shqiptar në artet vizive, po është dhe shtëpia e prefektit të Tiranës, Kazim Tep. Nëse ne folët për teatrin, unë di që në bisedë me trashëgimtarët e Ilia Shytit, aktorit të teatrit kollore të kinematografisë, ai ka pas një arshiv shumë të mirë. Arshiva e tij me portretet që ka bërë, që ka qenë dhe vizatues, nuk flas për vlerën e artistike të vizatimit, po flas për vlerën historike të tyre. Janë latur nga shiu, janë në gjendje të mjerueshme. Kam biseduar me vajzën rastësisht me Kristokonën. Ta kam në shtëpi partiturat e këngës së parë të babait. Kështu që duhet të rri vëmendje se nuk janë vetëm institucionet që kanë arshive. Institucionet i kanë edhe janë botuar në për revista dhe në për gazetat të shtypit të kohës, kush ka shfutur dhe i ka parë, por ne duhet dhe akademia dhe institucioni juaj dhe kronistë keni marrë të futet në shtëpitë e artistëve, të trashëgimtarëve të tyre. Nëse sot shkojmë në një dyqan për të marrë një penel, nuk kushton se më shumë se 2000 lekë. Po nëse unë në shtëpi kam penelin e Onufrit, ai s'ka vlerë. Është e fare imagjinueshme. Faleminderit. Prandaj po e bëjmë këtë thirrje, prandaj Angela e theksoi në fjalën e saj që individët që kanë materiale të vyera arkivore në shtëpitë e tyre t'ju kthejnë ato. Po, jam e bindur. Jam e bindur. Faleminderit. Po. Ndoshta dikush tjetër ka një koment apo një pyetje që sepse ne kemi zakonisht një zonjë në fund. Faleminderit. Më fal, po. Më fal, një sekond. Po. Ju pastaj ju. Faleminderit. Përshëndetje. Juan Feta Biza, nga Elbasani. Babai im ka qenë aktor në teatrin Skampa, ka fillu veprimtarin para çlirimit, ka qenë pjesëmarrës i ansamblit të ushtrisë, pastaj amator në shtëpinë e kulturës së Elbasanit, në estradën profesioniste, në teatr profesionist dhe luajti deri në fund të jetës së tij. Një ndër dëshirat e tij ka qenë arkiva. Është një ndër themeluesët së bashku me një Anastas Giovanni, të cilët krijuan arkivën e teatrit Skampa. Kuptohet, ai ishte edhe daktilografist, shtypte të gjithë pjesët, shtypte merresh me fotografinë
gjithë prapavijen e teatrit, edhe një kopje të tyre ai gjithmonë i ruante. Unë, duke pasur edhe të traditën familjare, jam munduar që në këto vitet e pensionit të merrem me ulëmtimin e jetës artistike të qytetit Elbasanit. Kam punuar në bibliotekat e Tiranës, Elbasanit dhe arkivat, dhe jam marrë më tepër deri në vitin 44. Dhe kam nxjerr, duke hyrë dalgadar, që deri para çlirimit në qytetet e ndryshme të Shqipërisë janë dhënë rreth 1000 pjesë të kuptohet që këto 1000 pjesë nuk është se janë 1000 pjesë të ndryshme, po e njëjta pjesë, për shembull Besa, është dhënë në një qytet në vite të ndryshme, por është dhënë edhe në qytete të ndryshme. Edhe kuptohet si Besa ka qenë shumë pjesë të tjera të Kristof Lloqit, që të flasin të Xhademit, të Fishtës e të tjerë. Edhe kuptohet që në këtë vjetarin e grupeve artistike mund të fusin edhe disa gjëra të tjera të cilat ndoshta janë marrë në për gazetat e kohës. Unë kam gjetur një pjesë teatrale të luajtur në vitet 1880 diçka në Stamboll me emrat e personazheve dhe që është bërë për të rritur atë dërgjegje kombëtare për gjuhën shqipe e motivime nga më të ndryshme, të cilët si kryetari i shoqërisë në atë kohë ka qenë Sami Frashëri. Mos lirimit kuptohet ka qenë një jetë shumë e gjerë artistike, por që të gjinen materialet duhet hapet arkivat, sepse në fund të çdo viti, në janar ose në shkurt, të gjithë komitetet e rrethave bënin një analizë vjetore. Në këtë analizë vjetore analizohesh arsimi, kultura dhe arti. Dhe aty i beshin të gjithë çfaqjet të cilat janë dhënë një vit më përpara. Edhe ajo shërben si një inventar, si një kalendar i mirë i të gjithë çfaqjeve teatrale të asaj kohe. Flasi për teatrin e Elbasanit. Unë afërsisht e kam përfunduar të gjithë estradën e Elbasanit, domethënë që nga krijimi, që nga 54 që janë dhënë çfaqja e parë dhe 55 kur kanë kriju estrada profesioniste, e deri në çfaqjen e fundit, të cilët ajo mbyll me një premier na ishte një herë estrada. Ndërsa për teatrin profesionist, unë them që 95% të gjithë pjesëve janë. Sepse unë një herë i digitalizova, por një njeri i mori dhe nuk ne i ktheu më, edhe unë i kam një pjesë të mirë. Në mungojnë vetëm 3-4 çfaqje. To 3-4 çfaqjet janë pjesë të cilat nuk u lavdëruan nga sistemi i kohës, të qenë korrekt, ato i hoqen edhe nga i një tillë për shembull është shqetësimet e Sokratit, të Let Shllakut, edhe 2 pjesë të tjera. Ndërsa pjesët e tjera në përgjithësi ndodhen dhe gjenden nëpërmjet aktorëve të tjerë. Edhe po kështu ka pësuar dhe viti 61, duket një pjesë që është doli mas u dënuan autorët edhe u hoq nga repertori. Unë zotëroj edhe një koleksion të mirë të gjithë çfaqjeve me fotografi. Dhe në bashkë me Angelan kemi arritur që duam të bëjmë historikun e teatrit të Elbasanit, të cilët unë them e kam përfunduar mjet shtypit të kohës, jo me fjali, po me një, kur i themi në referencë, ndodhet, dhe e ka marrë nëpërmjet regjisorëve, se duke dhënë regjisorët, neve japim të gjithë çfaqjet e kohës. Dhe i kam dërguar Angelës një për Let Shllaku, për veprimtarin që ka dhënë ai në teatrin e Elbasanit, dhe pastaj do ta vazhdoj me 5 regjisorët e tjerë deri në vitin 1990, të cilët pastaj një epokë tjetër. Ju uroj Akademisë për këtë nismë shumë të bukur, edhe atë inventar që unë kam të çfaqjeve që kam të plota, për shembull do ju thoja një karakteristikë. Elbasani deri në vitin 44 ka dhënë 64 çfaqje, nga të cilat unë 44 i kam të plota, domethënë me emrat e personazheve dhe me aktorët që kanë luajtur. Po këtu në akademinë kemi promovuar edhe atë librin e kur është bërë një referencë për Etema Xhademin, një libër për çfaqjet
gjithë tragjedit e Ethem Xhatemit, të cilat është e plot edhe me ekspozit. Ju falenderoj për këtë takim kaq të bukur. Përshëndetje, unë jam Arlinda Kondi, bashkë me kolegen Anila Zajmi vim më gjoni, apo jo? Bashkë me kolegen Anila Zajmi vim nga Autoriteti për informimin mbi dosjet e ish sigurimit shtetit. Unë personalisht jam përgjegjëse e një sektori i cili ka marrë një mision të themi në krye të këtij viti për të publikuar online arkivat që janë dhe që disponohen nga autoriteti dosjeve. Ky është një projekt ambicioz i cili synon që të krijojë këtë platformën online e cila do jetë për konsultim të lirë nga publiku, kuptohet dokumentacioni që do të shfaqet dhe të publikohet për gjithë audiencat ka disa kufizime ligjore bazuar ligjit që rregullon ligjit organik të fushës. Neve, si thua, do krijojmë një set konsultimesh me ekspert të fushës për publikimin e këtyre dokumentave dhe që mendojmë që nga fundi i këtij vitit platforma të jetë funksionale dhe me të paktën 5 deri në 10% të dokumentacionit që disponojmë online. Për sa i takon iniciativës tuaj, desha t'ju përgëzoj, është vërtet e vonuar, po si themi, më mirë vonë se kurrë. Iniciativë gjigande do thoja, po shoh ato që afishohen dhe në fakt kam shumë pyetje, po ndoshta për të mos mbajtur të gjithë këtu do bëjmë një takim të veçantë. Angela, ti ke ardhur ndjenin time edhe më herët dhe ke kërkuar në arkivën tonë. Dhe ajo që shoh unë si pikprerje mes iniciativës tuaj dhe institucionit tonë është shkëmbimi i dhënave për persekutimin dhe mënyrat e përndjekjes së artistëve shqiptar, të cilat edhe është folur, kuptohet, po jo gjerësisht dhe ne jemi të hapur që të fillojmë të eksplorojmë këto hapësira. Kuptohet sipas metodologjisë dhe mënyrave të bashkëpunimit, modalitetet që do konsiderojmë së bashku. Jemi shumë të hapur dhe një për bashkëpunim dhe shumë faleminderit dhe suksese për mëtej. Më lejoni vetëm 2 fjalë, se duke qenë në fund fjalët të shojnë më tepër. Jo, zyra jone e shërbimeve është marrë me editimin, me anën, po themi, praktike të realizimit të këtij teksti që në fakt është një stacion në këtë moment. Jo më kot në klapa është shkruar, është një maket. Është vërtet një maket sepse kemi mbërritur në një stacion. E bukura dhe ajo që është pozitive është e dim ku do shkojmë. E dim ku do shkojmë më tutje. Pra më tutje ky do jetë një botim më i plot, do ketë një paraqitje, do ketë informacione shumë më tepër, sigurisht, po do ketë dhe një paraqitje grafike akoma më të përpunuar. Do ketë edhe një përmas të re, përveç përmasës, po them, të një teksti formativ, themelor, referues për studius, të marrë dhe përmasën divulgative, mendojmë. Sepse mendojnë një tekst që botohet, teksti duhet duhet i plotësoj edhe këto përmasa. Kur ta marrin dorë, po them një që s'është fare studius artit, kesh dëshirë ta shpletoj këtë tekst. Atëherë për të arritur këtu, do na duhet të krijojmë një blok tekstesh të ndërkallura, bokse, mbase kuriozitete apo analiza pilot të veprave të caktuara, të cilat tërheqin vëmendjen, po jo më kaq, po edhe të bëjnë të reflektosh pak për veprën, për autorin, apo për të futur element, për shembull siç janë persekutimi i artistëve tanë, sepse ne në këtë tekst jemi objektiv, nuk merremi shumë me biografit, jemi nga pikpamja edhe e stilit përdorësh i thatë kronologjik, një farë mënyrë kjo është një kronologji universale, po e artit. Edhe vetë fjala vjetar që kemi këtu mund të jetë pak abuzive, sepse kur flasim për vjetar, ne kemi parasysh statistika, edhe fjala vjetar mbyllet brenda një viti. Ky është një vjetar, një lloj hiperteksti që na udhëheq
për ta parë në mënyrë ciklike këtë punë dhe për të shkuar në atë stacionin e radhës. Nga ana ime ju falenderoj për pjesëmarrjen. Para se ta mbyllim dhe Alba nga arkivi i Vlorës do të thotë diçka, dua të rriq vëmendjen që arkivat e rretheve, domethënë teatrot e rretheve nuk janë më vetëm teatro, tani janë qendra kulturore, kështu që ato kanë mbulojnë një arkiv shumë më të gjerë se sa thjesht teatrin. Po Alba, faleminderit. Faleminderit që ka ardhur kurdo një herë të ardhur në rrethet sot. Unë jam Alba Kasaboni, vi nga Teatri i Vlorës, Petro Marko. Unë nuk jam specialist arkive, jam ngarkuar me detyrëm të rregullore të brendta, jam IMP. Në fillim kur kam filluar, kam 2 vjet, ndoshta të tjerët u kanë shumë kohë, po 2 vjet që unë e kam gjetur në një gjendje shumë të keqe atë arkiv. Jam munduar me aq sa kam parë ta sistemoj dhe ta rregulloj. Mi po më duhet një specialist ose një ekspert tamam për atë punë, sepse dosja e lartë mund të shkruaj një titull tjetër dhe pjesa e materialit brenda është një pjesë tjetër, plus që kanë foto të shpërndara dhe duhen sistemuar. Mendoj kjo nisëm, inshallah suksese, e jam me mirëpritur për çdo gjë që të humbasi ai historik. Ka goxha material. Faleminderit. Përshëndetje, duke ju falenderuar për nismën, unë kam interesuar edhe për zonën juglindore dhe rajonin e Korçës, një pyetje se nuk e dëgjova teatri i Korçës edhe domethënë keni u në atë zonë dhe kemi të dhëna për atë. E dyta, duke është një sintetizim që i problemeve që shtruan para folësit, i gjithë vetëm. Ide ime është, a ka një pyetësor për njerëzit që nuk mund të ofrohen në të tjera, janë të moshuar, për shembull, janë 70, 80, 90 vjet. 100 vjet po vetë Koçoqendro tash. Domethënë mund të jetë ditëlindja 1926. A ka një verifikim të këtyre njerëzve që ti thua Zoti ja u shtofti jetën, po pak jetë ju ka mbetur. Ti verifikojmë edhe të mundeni të trishni materialet, pra në formën e një pyetësori për të verifikuar personat e tjera. Dhe sigurisht që këto duhen bërë pranë teatrove ose Për të verifikuar kush është gjallë akoma apo kush ka kush është gjallë dhe çfarë materiale posedojnë, sepse si thua me rënien, shembjen e teatrove, djegjen e 97-s, personat kanë materiale vetjake. Shiko, e para për Korçën dhe për Pogradecin, neve bëm një ekspedit vjet në qershor, që ishim edhe bashkë vizituan Pogradecin. Fatkeqësia me Pogradecin është arkiva është e gjitha e djegur në 97-ën. Ata janë përpjekur të mbledhin sa të mundem, domethënë për shembull arkiva e Fierit është e gjitha e hedhur në plera nga një punonjës në kohën që rikonstruktohej teatri i Fierit. Domethënë imagjinoni se në shtëpi kemi, domethënë ku janë Koçoqendro, meqense e përmende. Fati i madh është që Koçoqendro e ka marrë arkivin e Korçës dhe e ka çuar të gjithin në shtëpi për ta ruajtur. Dhe në momentin kur është rikonstruktuar teatri, ai e ka kthyer të gjithë arkivin. Kështu që megjithatë edhe Korça ka nevojë për një pozicion pune teorike, kemi një qasje ndaj këtij fenomeni, domethënë që ne ti prekim ata persona përpara se të ndodhë një zhdukje. Kjo është një gjë që ne po përpiqemi të bëjmë. Nuk është pyetje për një individ, domethënë. Po, ne po përpiqemi që të bëjmë të paktën intervista me ata që janë të shkuar në moshë, domethënë për të pasur gjithsesi përvojën e tyre për ta mbledhur, aq sa do të mundemi. Natyrisht që nëse flasim për një pyetësor, nuk duhet harrojmë që dhe mosha luan me kujtesën, prandaj duam arkivat, se mosha luan me kujtesën. Domethënë ky është problem. Megjithatë ne po përpiqemi edhe individualisht, ne kemi më të lehtë në Tiranë individualisht të gjejmë edhe shtëpitë e artistëve ose njerëzit e afërm. Për shembull, sepse duhet ta mbyllim se na vajti koha, por për shembull, në shkurt do të na vi materiali i Roland Trebickës, i gjithë çfarë ka në shtëpi për të digitalizuar. I biri Fatit Paçramit po na sjell dramat që jati ka shkuar në burg për të digitalizuar edhe për të hedhur pastaj në një kolan botimesh, që është projekti i vjetshëm. Domethënë ne në Tiranë kemi të lehtë ta identifikojmë. Për këtë arsye na duhet të ringrem arkivat e rretheve, që një njëjti proces të ndodhi edhe me artistët të cilët janë të shkuar në moshë ose që nuk jetojnë më për të mbledhur pikërisht këto materiale. Profesor, faleminderit. Faleminderit ju. Duke i dhënë fund këtij takimit besoj shumë frutshëm, unë dëshiroj të theksoj vetëm këtë fakt, duke shfrytzuar praninë e zotit kryetar. Ne na duhet patjetër të hapim një website tonin të qendrës
për shkak se materialet e centrës së dokumentimit artistik janë kaq të rënda, kaq të shumta, bëhet fjalë për shfaqje të plota në video, për koncerte, për tjerë, të cilat nuk arrin dot të jenë tjetojnë në një si pjesë, si aneks i website-it të akademisë. Pra duhet ta kemi me vete dhe kjo është pjesë e projektit dhe mbështetjes konkrete që jepet kësaj iniciative. Ju falenderoj edhe një herë gjithëve, ju kërkoj bashkëpunim aktiv në këtë iniciativë. Mendoj se këtë punë nuk mund ta bëjmë vetëm ne, do ta bëjmë gjithë bashkë, është në interesin publik dhe fjalën e fundit kryetarit. Duke përgëzuar njerë për punën e deri tanishme iniciativën, vlerësoj që ne me këto qendrat arkivore duhet lidhi marrëveshje. Edhe ti janë bashkëpunëtore të qendrës sonë. Duhet konceptohet një projekt i akademisë me Ministrinë e Kulturës për konsolidimin e gjithë këtij informacioni, fondi që ekziston. Dhe pastaj bëhet dhe thirrje individëve për të kontribuar. Dhe qendra duhet të lidhet patjetër dhe me qendre botimeve enciklopedike, sepse këtë vjetarit duhet t'japi formë në një botimi karakterit enciklopedik dhe detyra e qendrës botimeve është pikërisht bashkë me ju në këtë rast është që vjetari nuk bëhet një herë, vjetari mbillet dhe mirëmbahet. Dhe pasurohet në vazhdimsi. Por absolutisht do me thënë në iniciativën që keni marrë, ne duhet ta institucionalizojmë bashkëpunimin me arkivat qendrore, kryesore, të teatrit Miqeni apo Elbasanit e tjerë, t'japi një karakter më zyrtar, do thënë më bashkëpunues, mund të krijohet edhe një organizëm koordinimi dhe të shipet një projekt më madhor për të realizuar. Kaq për këtë si sugjerim, megjithatë këto i konsumojmë me drejtorin, i cili sa vjen edhe pak na pak po na shtyn neve, kështu që shumë shpejt do flasim ne për pavarësitë të akademisë. I urojmë punë të parë qendrës